Tani pash Pjetër Lalën. Pjetër, shoh këtu, sot do jam nisë për një promovim të Akademia e Shkencave, në Akademinë Programore për Sërvetçare. Kam një porosi, po se realizova do të shpejt. Po. Ndoshta vonohet për Sërvetçare. Për Sërvetçare. Çfarë tipare i ke dhënë? Ku je mbështet ose çfarë është? Kam një portret përpara, kam një fotografi përpara. Po ti e ke njohur Sërvetin, ëh? Po, kam njohur dhe kam shumë respekt për ta, ka qenë i veçantë. Shiko, absolutisht, mund vjen mirë që një artist i mirë merret në dorë për të bërë pikturën. Po e punoj me të vërtetë me ndjenjë. Po, e një prej artistëve më të mirë që ka pas Mirdita. Ka shumë film, po i pazonshëm. Normal, absolutisht. Falenderoj shumë edhe është fantastike kjo. Se mu më erdhi krejt rasti, po është gjë më e bukur. Rasti është edhe kjo se unë deshta me bën për me po tash s'po bëhet për atëherë, po kjo është një vepër arti si do të qoftë metët. Okej, mrekulli. Në zajsin e Selitës, në Mirdit, mu në kthinën për të poshtë lumit që ka lënë pas Kurbneshin, aq të përmendur dikur për punën e minatorëve, u lind Sërvetçara. Ishte e premtja e shënpremtes, në 25 korrik, në 1953. Kam shtëpinë e vogël, s'kam ku silem rrotull. Kam shtëpinë e vogël, nuk e rroj me botën. Ndanë rrjedhës së Urakës, në zajsin e Selitës, në Mirdit, mu në kthinën për të poshtë lumit që ka lënë pas Kurbneshin, aq të përmendur dikur për punën e minatorëve, u lind Sërvetçara. Ishte e premtja e shënpremtes, më 25 korrik, 1953. Po në atë fshat dhe po në korrik, 14 vjet përpara Servetit, më 30 korrik 1939 u lind poeti Gjok Beci. Natyra, mali, pylli, lumi, bjeshkët e Murrani i tyre, por edhe ninullat e Djepit e Çiftelia, njerëzit e asaj zone e mërmirë të Mirditës do të bëheshin muza e do të mbeteshin frymëzimi e motivi i tyre. Në to e me to do të rriteshin Gjoka para e Serveti pas tij, si vllai i madh me të voglin, padyshim përfaqësuesit më të shquar të tharmit, të shpirtit artistik të Selitës, djemtë së cilës kanë qitë pushk kur e ka dashur liria e trojeve, por kanë kënduar edhe këngë, si dëshmi të dashurisë për jetën, për tokën, njeriun dhe lirin. I lindur e rritur në një trevë sa të pasur, aq edhe unike për nga larmia e motiveve, pasi aty më mirë se gjithkund tjetër në Mirdit, ndërthuren e përplasen, kontrastojnë e miksohen, jetësohen e ridimensionohen kultura, psikologjia dhe mënyra të ndryshme jetese prej trevash në kufi me Zajsin, Kurbneshin dhe Selitën, Serveti diti të marrë nga gjitha ajo pasuri nektarin e çmuar të krijuar ndër breza. Me shumë profesionalizëm, ai na dëshmoi me dinjitet artistin, këngët e të cilit i këndoi Vaçezela, Ari Vladi, grupi i burrave të Mirditës e sa interpretues të tjerë gjithkund në trojet shqiptare. Kryekënga e Sërvetçarës për lirisë të falë shqiptari e shkruar mbi vargjet e bashkëfshatarit të tij, poetit Gjok Beci, është e do të mbetet përjetësisht një monument krenarie dhe ade dashurie, e në fakt edhe dëshmi imponuese e fuqisë së talentit të tij si krijues. Edhe nëse ai nuk do të kishte shkruar asnjë këngë tjetër, vetëm kënga për lirisë të falë shqiptari do të mjaftonte që emri i Sërvetçarës të kishte një vend nderi në panteonin e krijuesve të këngës liriko-patriotike shqiptare. Ajo e plot të tjera, po pyet Bilbili, qesin pushk djemtë e Selitës, kam shtëpinë e vogël, Vallja e Zajsit, Lura dhe 300 duvak, kjo betejë kuror lavdije e të tjera, janë po aq edhe monumenti që ai ja ngriti vetvetes. O,
Prandaj, për Servecarën nuk do të thuhet asnjëherë ishte, sepse Serveti është këngë. Serveti është këngë. Edhe ja na ka mbledhur sot në këngën e tij që në fakt është e gjithë jeta e Servetit. Libri sot është i bërë dhe aty është pjesa më e mirë e krijimtarisë së Servetit, mbetur si një dëshmi e rolit të tij, e kontributit të tij dhe e peshës që Serveti ka patur në atë që njihet si kënga qytetare, kënga e bukur popullore e mirditës që ka një vend të veçantë në mozaikun e këngës popullore qytetare të vendit, ku padyshim Serveti ka një kontribut. Edhe unë jam i emocionuar si të gjithë ju, natyrisht, kështu që në çelje të këtij takimi dua të falenderoj të gjithë ju që keni gjetur kohën të merrni pjesë, Dorinën, vajzën e Servetit dhe gjithë familjarët e tij dhe miqt, shokët. Natyrisht do të duhej një sallë e madhe, po t'i ftonim të gjithë, por është vetëm veprimtaria e parë në promovimin e librit. E besoj do ketë të tjera në radhë, sepse kënga ka përjetësim dhe kënga këndohet. Një gjë është e rëndësishme, sa të ketë gjuhë që flitet shqip dhe sa të ketë këngë në gjuhën shqipe, do të këndohen edhe këngët e Servetit dhe do të thuhet gjithmonë muzika servetare. Dua që ta përmbys pak rendin e parashikuar që ja fjalën si fillim Viktorit, meqense ai është punëtori që ka mbledhur në këngë, në libër këngët, fal kontributit të veçantë në fakt, që ka dhënë edhe profesor Robert Radoja, i cili e ka të pamundur fizikisht, të di sot nuk kanë komunikuar dje me të, se pa të dhënë amanet porosime, në farë mënyrë kur punonin partiturat me të që kur bëhet aktiviteti do më thrisni dhe do ditë flas. Një për e kaluar një gjymë të rëndë, një operacion të rëndë në zemë dhe është një shkak, nuk vjen dot. Kështu që Viktor, fjala është për ju. Është një moment emocional, sepse unë jam moshatari i tij dhe kemi filluar të shkruajmë ato rimet e para dhe meloditë e para kur ishim balla të shkollës së liçare. Si duket atëherë fillon ajo që mund të bëhet dikush një Serveti ishte një pjesë asaj të prezident dhe një punë. Po ato unë shkruajnë një gjë, atë rëgohë mësuesën të letërsisë, thoshin që edhe mund shkruaj. Ne ishim dy moshatarë, po me fatet ndryshme në jetë, natyrisht, dhe do ta them mos a them, sepse ai mbaron klasën e shkoi në shkollë artistike. Era u shkolla kooperative shore. Po, ajo që nga bashkoj dhe Sultan kur ishte etja për artin, ishte shumë dashuria sidomos për këngë. Duke qenë sa ju po pastaj përgjegjës kultura, krijim proshi tekste, i bëre pra me shtembatitin, qisi duani di shumë mirë se ka qenë interpret atje. Bam sa gjëra të bukura, besoj se mirë ishte dhe tash ai pa dy kohë të krijimtarisë të tij para se të vizi në Tiranë dhe pastaj edhe më vonë ai u bën një tur këngë shumë. Isha unë që ja pa ta propozuar këngë dhe ideja ishte të bëhen të dy bashkë një libër, i cili kishte krijimtarinë tonë poetike dhe muzikore. Unë kam punuar vetëm me Servetin. Unë kam shumë këngë me Mark Gjokën. Mire këngët më të dëgjuara të mira janë Mark Gjokën.
unë kam bashkëpunu me Krocetin, një varkëngës të njohura, po për shkak se para çlirimit që themu në ndërse emërim nuk dojë se problemi. Kanë vetë në anonimat, s'ka një gjë, nuk ka asgjë aspektet në anonimat ja për të jemi vitu se provove. Edhe i thash që të bëj kështu, e thash po herë e parë duhet shumë për partiturën, se dhe si po më një problem teknik, po kjo është një gjë shumë e vështirë, e sa tro kam besoj. Ta ketë se shumë e vështirë të botosh lëndë me partitura, tekstet e prozodia muzikore, prozodia, se duhet i hedhe një muzikant dhe ai kishte zgjedhur Robert Radoj, një njeri jashtëzakonshëm, dhe kur mora vesh ai kishte një lidhje me Mirditën, se që ai më dha monografinë e Kur Mirditës me Henaut, që nga nëna kishë gjatë prej Mirditë dhe i thash të ishte vërtet një person përshë. Por e bëni një punë jashtëzakonshme, dhe shumë kishte që Serveti edhe thonë se s'po merrem me heroikën time, por ai Thomas të kishte punuar profesor Robert Padoja në librin, nuk dhe të kishte dalë në këj aktivitet, fakt këtu në kohëm e idea, të bëjmë me që libri ka dalë. Pra ne unë një duhet të rëpitje, një njohje për Robert Padoja. Si në kapitullin e falenderimeve kam pas sektorin më të vështirë, sepse njeriu mbetet gratësën e emocionit edhe të subjektivizmit, po unë duhet i falenderoj ata miqtanë, ministrin e Madharif Plati, ministrin e Satruka, Kolsusën, Bardok Sulemani, Fran Cara edhe ky Bardok Pule, që ishte dhe redaktor drejtari i librit. Unë duhet i falenderoj, mund të harroni një, por nuk e bëj me qëllim kujdes, por një falendrim do edhe për dy të mijit, cilët të mbështetën projektin dhe Kosovën dhe janë mërdimtar në Gjermani, e njiftin Servetin dhe e njiftin i dëgjoshin këngët e tij. Ajo që kam mësuar shumë ka qenë një thënie e Antonio Gramsci't, që të drejtë nuk kanë rekomenduar vitet të reja. Kulturë para së gjithashtu është disiplinimi i unitan të mbrojtës. Ka dhe Freud aty ka shumë gjëra të thonë sepse ajo shkruar vitet 30 dhe në vitet 30 teoria prodiste kishte rënditet e vetë bashkë me Nietzsche. Duhet të them që Serveti kishte një gjë kur nuk fliste për lindarinë e tij dhe miqtë e tij, nuk do të më di fare. Serveti i donte njerëzit e vet, i donte dhe fisin e vet, ja u ta them me 81. A më përkohën duhet të bëjmë një kanë thot në ngjarje në Kosovë, po të gjejmë të kemi një personazh prej te. Edhe ne zgjodhëm Talicar. Talicar në Sokon, në historinë e popullit ton ishte një, nuk shkruhej libër, ai ishte një komit nga Amati, le thotë, profesori. Edhe ne e pam, çan to krisma 10.000 ditës që të ngjarje që ndodhin në Kosovë. Më kono po kënga për një shfaqimtare, edhe ajo dhe pyeti që më ndodhë që bëjmë binera, vazhdon luftë po bën nuk bëjmë okeja, por gjoka e përdorte këtë vargun historik që të bëhen si nismën dhe që janë të ndalë që bëjmë binera, gurgullojnë këto burate. Burate edhe po gurgullojnë, pjesa jone dhe të pëzgjosh. Ai do të ka shkruar dhe këngët e tjera dhe përfisin e tij në rastis. Na ka kërkuar shpesh këngë kujtimesh edhe citafe edhe kur isha atje edhe hartime për fëmijë që du me bajrojnë, po kjo është një gjë që ka ndodhur. Edhe kam dhe një thënie të ndëtës. Kjo të shkopë një gjë thotë, bën për të tjerë shkruje në rërë. Në bëjnë të tjerë për të vendin gurë. Unë kam pas fatin shkruaj dhe dramë, po dhe të dhe mburë, sepse njërës kam nuk unë një njërë kur. Edhe kur më kam qëllu me burë, nuk kam harruar se më kam qëlluar, edhe nuk du t'i harrim gjitha në dhëri, sepse kjo është njerëzore. Edhe unë e di që Serveti do të kujtohet, sepse ajo që ka bëtuar në librin e vetë është një dëshmi autentike e një
kulmi që arriti këngë militore në njësat e vetë të asaj kohe, me atë këngë që ishin partët e parë, unë që ditër si në takimet tona nuk përmenin preng botizën ti kërëzeri se ti e ma i moqë. Nësa të prova po të t'i them 4 vargje që i ka shkruar Zjat Siku nga Korqa për preng botizë. Këndon një di të këndon zemra, merja këngës dhe një herë, qifte kisë mirani sprenga dhe këngës shkoja me në male tonë në drita të zëllojnë e tiri. Kështu që edhe ata dhe ata që fillojnë kjo epoka festivaleve e Frankfurti për zetje, do t'i përmend këta sepse ishin themeli, nuk pa që ka tradit plus amri. Në që se na dhe ne projektojmë bukur, duke respektua ato që është ati. Pra ne du them që kontributi i Frankfurtit e që edhe si homash të sepse Frankfurtit një akademi për kujdimore i Frankfurtit edhe të japë Tucit edhe të nur për korës edhe kanë pasuar këngët e Nikitës, e cila është pjesë e kulturës orkontare, bile shumë specifike në shpallin e saj. Kështu që Serveti do të kujtohet se dhe për këngës, ne do të kujtojmë gjithë, po dhe ne të harrosim ne, nuk do të harrojmë këngë. Jo falenderoj shumë. Kisha mik. Dhe kam qenë nga ata që, Viktor, ndoshta mua më shifte si një xhurnat. Edhe me mua mund të bënte ç'të donte, po mi ka recituar poezitë e tij përpara sa ti bënte këngë. Thjesht për të parë një reagim, si do të reagoj ky. Unë vija nga Lura për të shkuar për të ardhur këtu në Tiranë dhe qëndroja në Kurpnesh, ku shpesh herë më priste bilet në autobusit, sepse përndryshe duhet të bëje një natë aty dhe ishte pak e vështirë. Dhe në njërin prej 2 klubeve që kishte Kurpneshi, lejohet të nuk është anti-edukative me një gotë raki përpara, mund të lexonte tekstet e tij të reja të pa shfaqura, të pa dëgjuara në një skenë. Kur më bën festa, po mendoja se gjëja më e mirë në këtë libër është që Viktor dhe skuadra jote keni prishur një paragjykim që kryelartësia e veriorëve nuk lejon të bëjnë bashkë sinergjie dhe të bashkojnë shumë autorë. Ai libër mban emrin e Servet Carës, po është libri i skuadrës tuaj, ju keni përfshirë edhe një prej të apo 2 djemt. Edhe 2 djemt apo edhe 2 djemt. Pa keni krijuar një skuadër secili sheh në mënyrën e vet. Dhe Serveti vjen si e vingjallur tash në këtë libër. Është një gjë shumë e bukur, shumë e bukur. Punosh bashkërisht për të mbajtur kujtimin e një person, po nuk është vetëm kujtimi i një individi. Ajo është historia e këngës së Mirditës. Dhe dua të them, jo vetëm e këngës së Mirditës administrative, po e Mirditës etnografike, dhe duhet të them disa gjëra që janë vërtetësisht kështu, e një këngë që në 15 vjet të fundit ka qenë në ekspansion. Sepse e mori të njëjtin në mënyrë të kënduari edhe Ari Bladi nga Lura, po e mori edhe miku ynë përparim Tomçini në Dibër. Stabilizoi formacionet orkestrale që nuk I ka pas ashtu në Dibër. Këngë e Mirditës ka qenë si këngë e Dibër, si këngë, ka qenë këngë ode. S'ka qenë këngë me ensemble. Është një revolucion I madh në mënyrën e të kënduarit. Praktikisht e nxori këngën nga oda në skenë. Është, domethënë, entuziazmi I parë që ka ardhur nga kënga e këtij brezi me të cilin një rritur, ka qenë që sfida që të vinte prej syve. Kur dilnin 20 burra aty në skenë dhe edhe 20 orkestrantë, secili me rolin e vet, asnjë ri tepër. Dhe kjo pastaj më ka bërë që të për qenë pak sa të pak I dobishëm në këtë akademi, të bëj një krahasim midis koleksionit të këngëve të Dom Nikol Kaçorit, për fat të keq Dom Nikol Kaçorit rralli përmenden meritat, po këngët nuk I përmenden fare.
është një koleksion shumë i pasur, është në arkivi qendror shtetëror. Ka një stil ndryshe prej franceskanëve. Dhe ka në repertorin të tij këngë për individë. Si kënga Kamerloshi për shembull, që mes shkas në një ngjarje vetjaka dhe bën një këngë të lartësuar kombëtarisht. Po, këngë të mbledhura kryesisht në zonën e Kurdilit dhe më pak në Mirditën e Thellë, por shkon prek deri në Urdhën e Fanin, dhe që janë në zhvillimin historik, janë mjaft ndryshe prej këngës që sollin në skenë Mirdita në vitet 70, 80, 90. Uroj që të vazhdoj kështu sepse tani kjo mënyra e re të kënduarit rrezikon edhe gjuhën, jo më formacionet e të kënduarit. Siç thash, përveç këngëve lirike që i kanë gjithë të tjerët, do Nikol Kaçori ka këngë për individë dhe këngë cupash. Si që janë, edhe këngë kajtotësh, këngë tërminie për grabitje. Edhe e përmenda këtë, përveç originalitetit të këtij cikli këngësh, e përmenda dhe për një fakt. Lartësimin që solli Servecara, Jaktuci, Gjokbeci, pa diskutim Dorjanieni, mbi gjuhën e teksteve. Nuk hoqën dorë nga kënga me emër, po këngën me emër e bën nga një ngjarje vetjake në një ngjarje të bashkësisë. Dhe kjo është zhvillim cilësor, është kontribut që ka për të shënjuar. Dhe jam i inkurajuar të them këto, edhe për faktin se një kryemjeshtër si Radoja, në moshën që ka dhe e pas jetën të gjatë. Në qoftë se këngët e Servetit nuk do të kishin një vlerë të paracaktuar për të ardhmen, nuk do t'i kushtonte kohën e vet shumë të çmuar për të bërë transkriptet edhe në atë moshë, sigurisht. Në atë moshë ndodh e kundërta, që nxënësi, po themi, i listit dëgjon dhe transkripton ushtrimet e ustajit, ushtrimet e mjeshtit. Jo kjo që ka ndodhur, që është i ka vënë kurorën e nderit me këtë gjestë, thjesht me bindjen që po, këto janë këngë për të transkriptuar, sepse duhet të mbetet. Dhe unë ndaj një pjesë nderimit tim për Radojën, sepse vërtet e shikoj rrezikun që kjo traditë e re që u krijuar nga brezi që i kushtojmë nderimin sot, nuk është aq e vetë brojtur më. Spektaklet bëjnë punën e vet, programimi pragmatik bën punën e vet, dhe pas këtij nderimi që kemi bërë për Servetin dhe për njerëzit që krijuar bashkë me të, ndoshta duhet edhe një këmbgulje që të mbahet gjallë kjo vlerë, shumë e veçantë, shumë individuale. Faleminderit. Faleminderit. Që fjala është për ju, zoti kryetar. Faleminderit, të nderuar familjarë dhe miq të Servecaras, të nderuar personalitetet të artit dhe të ansamblit Mirdita. Ne jemi mbledhur sot në një moment realisht shumë të rëndësishëm, po dhe të ndjerë për mikun tonë Servecara. Në fakt, pa ta fatin i keq mos ta njoh gjatë në kuptimin personal, ndërsa dhe individual, ndërsa në bargje, ndërkën kam vite që kam njoh Servetin. E njora para 3 vitesh, jo vetë se ishte një njeri human, katar, mik, gjatë gjithë kohës ndje kotëria dhe me orë tëra do ndjeshe mirë, por i lani trashëgimi të jashtëzakonshme artit, kulturës, ansamblit Mirdita. Dhe kjo e bën atë vlerë të ansamblit Mirdita, dhe patjetër që kemi detyrën dhe obligimin ta kujtojmë, ta nderojmë dhe të marrim përsipër ta shikojmë ato që ja edhe ansamblit Mirdita. Për Servetin kemi shumë
për të folur. Normalisht që jam I bindur që ajo që la për ansamblin bashkë me artistë tjerë dhe me krijues tjerë si Qopeci, Kranborfi, Jaktuci e tjerë, kanë lënë gjurmë për brezat, jo vetëm që kanë motivuar breza deri sot, por kanë lënë gjurmë për brezat e rinj, për brezat që do vinë, në mënyrën se si duhet ta ruajmë dhe ta trashëgojmë artën. Do me fal një emocione, se unë e kam këtë gjë edhe për herë të parë të fal. Siç u tha këtu, unë s'gjej fjalë që të flas për babin, për atë njeri që jeni mbledhur ju gjithë sot këtu. Ka qenë një baba, edhe bashkëshor, po me gjitha baba shok. Për mua, për motrën, sidomos duke që se motra nuk jeton këtu, po ju falenderoj të gjithëve, pa përjashtim që jeni sot këtu, Luanin, Viktorin, kryetarin e bashkisë, të gjithëve. Ju faleminderit nga zemra. Rrugën e pasurive këngës folklorike të Mirditës nëpërmjet interpretimit dhe lëvrimit në nivel lart artistik, shembull frymëzimi për brezat që vijnë. Bashkë me grupin e burrave ngritin këmbë Gjirokastrën, Shqipërinë dhe gjithë shqiptarinë me këngën Xhamadani Trinis, është nga këngëtarët e preferuara edhe të këngëve të Servetit, kështu që unë dua që Mrika të thotë 2-3 fjalë, jo vetëm për shtëpinë e vogël. Unë e kam njohur afro kupon 50 vjeç që në festivalin e 78-s. Në atë kohë kur ne gjithë ishim amator, ishim në një provim. Në kalojnë gjithë një cikël, tamam një provim tepër I vështirë. Nëse Serveti kishte tjetër status, Serveti, Gjoka, Kranborfi, ta ishin ato që do gjykonin për ne. Me në kryi meshin e Florianini, I cili ka ato vlera që se vjen edhe për Servetin në përdorin. Dhe që në atë kohë, unë vërtet nova Xhamadani Sokolli, ka qenë një provim të ditën e kunë parë se kam shkuar në festival, që do të ndëjun apo s'do të ndëjun. E vuri bulin tjetër kush, sepse ka vënë shumë pengesa. Dhe si të folë për preso. Dhe ajo e mori atë dupin dhe latin e vetë në Gjirokastër. Jo Mirdita e kishte ndryshës, ta qoj apo mos ta qoj, a Shqitropolis apo I përket gjithëve. Ishte diçka që kaloi shumë pengesa ajo këngë. Pas Xhamadanit në Sokollit, unë kam lërsu për herë se vete, kam lërsu që në brurin e këmbonëve në salë, të ndëlloj, pavarësisht ajo kanë nuk pyri, të gjëstoshi. Por, fakti që ajo miri, dhe ditë e sot në tërkoj që ato tinguj, ai tekst, ishte bazë, ishte një frymëzim aq I bukur sa një rezistencë dhe në kohët e sotme që do rezistojmë prapa akoma tregon që Serveti kishte një profil tim, kishte një profil autentik që nuk e kishin tjerë. Ashtu e krijoi atë muzikën e vet. E krijoi ndryshe nga kënga në këngë, por dukeshin që ishin timët e Servetit. Që për asaj herë, mu më ka besuar Serveti askush mosha nuk e di. Po tekstet e parë të këngës së Servetit I kam kaluar. Atë këngën për lirisë pa shqiptari e para kam mësuar, pa ditë kërkush e kam mësuar atë tekstin e vjetër. Dhe sot sa dita tekst disë e kanë teksti shumë, pavarësisht se unë. Por ashtu si kalon në pas kalat që unë kam atëherë, gjithësia jonë jeri kënga më e bukur, kënga monumental që do të presë në presi. Por tha bukur Luani mjafton një material, një këngë që të ngjelet, edhe ai e ka kriju profilin e tij, ka kriju figurën e tij, e ka lënë gjumën edhe të pashlyeshëm në dekada. Sëkuni, po pas këtyre, pas një cikli, ai mëse këngën në atyre vjeshtate. Ka qenë një këngët më të bukur që mos shikojmë politizimin e teksteve, sepse nuk I shmangeshim dot, po do knoje, po do leje, nuk do knoje fare,
Por ajo këngë, atë vit, se vetëm vitin, domethënë dërdinishin e pak atë kohën e vet, ka qenë një këngë që a kërku nosha dhe më shumë si Sokoli. Nuk ka njëll e vend kombëtar ka kënua ajo këngë. Erdhi nga grupi Kurneshit, ishte muzika e pastër e së vetit, e kënova unë me grupin e burrave. U bën 3 variante, nuk do të dalë vetja ime, do të dalë ka ajo, domethënë që pse ishte e bukur kënga. Ajo këngë u bën në variantën e Dojanit, në variantën e së vetit që solli deri nga Kurneshi, dhe në një variant tjetër që e proponoi mjeshtri i madh i Qurrës në gjithë Shqipërinë sepse është në Kanada, Bujar Llapaj. Tash nuk është asnjë që u zgjodh kënga e së vetit. Për ta bën një muzikë simfonike nga Bujar Llapaj në festivalin konservator në Durrës. Që një nga këngët më të bukura. Mos folim për këngën për lista shqiptare sepse tha Eustar tha që ajo është këngë fundament. Së fundi palla të tjetër, bashkëpunimi jo në shtëpinë e vogël, po thënë komisia dhe ajo konsolidimi më shumë i njerëzillikut i aktivitetit në së vetit e në shtëpia vogël. Aty nuk pash vetëm së vetit, aty pash një vllazni zënitës. Me Seretin, me Viktorin, me atë në Cipulakun që ishë një plejat se që këto nuk ndashin që unë e kam një vetën më mirë, përveç të këngë, e kam një vetën më mirë. Në kërë përzetën më falë, po pasë për vlasni. Unë po pësohë nga Selita. Që atëherë unë kam të kërë një respekt të jetë sa poshën për se pas taj thonë në Pardoku jam unë nga Berlati dhe përgjihet. Ajo që nuk ja falë vetës kur, këtë bashkëpunim ka qenë sepse unë kam ndesh marrëdhënie të këngë. Kam gullë këngë deri në fund, sepse mendoja jo për kënga ishte perë. Po të thoja këtë, asnjëherë nuk kam ndesh që unë të mos e justifikoj veten në një krijim. Ktheja një shtat të kërë një reje tjetër, por më duket sikur ai këngë nuk votë për mua, se vetë muri këngë, do të muri këngë. Po do të dalë keq, do jo prish këngën. Kjo ishte gjithë mesele. Ka muri këngë, jo pak gati 5-6 muaj vesh. Ulën këngë ka bërë shumë e bukur. Edhe kënga, unë e kam në këngët më të bukura të repertorit tim, përpatjes se është një këngë ndryshe nga të tjera, ndola nga jepisni i fortë që isha në këngët ekzistuese, dhe një rrugimi më i bukur e më lëvizshëm bashkëpunimi me Servetin. Faleminderit shumë. Jemi njohur në drejtor me Servecarën, ka qenë me vërtet unë ndërjan kam qenë në atë kohë përgjegjës së kulturës, por se pjesa e Zajsit ku ne kishim një heroin të përbashkët atje dhe duhet të rikujtonim, pa tjetër që në bante bashkë angazhimi i përbashkët i grupeve artistike. Dhe pastaj ne si dy djemë të ri me interesat përbashkët atluise, mund të them edhe simpatik në atë kohë ishim, se nuk ishte shumë kohë njerëzit në marrë me kalkulime kështu estetike. Dhe pastaj kemi mbetur miq edhe si temperament e karakter, si kufiar, po edhe të skenës në cilë jemi takuar disa herë për festivale kombëtare. Servecara është një djalë i talentuar i cili ka nisur rapsodinë e vet, sepse kjo është edhe aja alfa e të këndorit burrave në mjedise të natyrshme, popullore, tradicionale, e pastaj sigurisht fati, talenti, shkollimi i tij, marrëdhënia mediatike, përvoja institucionale e çoi në nivele kombëtare, për cilët ai pati fatin, nderin, që krijimtarinë e tij të vijë shërboj të autoriteteve të vokalit shqiptar. Kjo është një veçantë e tij, merit e tij, por edhe merit e kohës në cilën ai operoi artin e tij muzikor. T'ju them për shembull që unë nuk e njihja repertorin e tij të plot, pas angazhimit që më futi zoti Viktor, unë detyrova edhe ju referova edhe regjistrimeve të tij dhe them të drejtën disa herë u befasova. U befasova me stilin e krijimtarisë së tij, me aftësinë për të kaluar, se nuk e di se kam një nik tim këtu që është i aftë profesionalisht në aspektin muzikor, si Bardoku,
që ai kalon dhe bukur nga modi i qytetisë, mbi të cilën pjesa më e madhe e këngëve të tij ishte krijuar mbi këtë tastie, se kalon të bukur nga ky mod në një mod tjetër që quhet kromatik, në që këtë ja dikton të shkolla atij, shumë natyrshëm dhe me logjikë krijuese, dhe kjo ishte edhe larmia për cilën krijimtaria e tij bëhet interesante dhe dëgjueshme edhe nga shtresa të cilat mendojnë se janë më afër qytetërimit artistik se sa tradicionalizmi. Kjo është merit individuale e tij, merit e shkollimit të tij, e merit e përvojës së tij krijuese edhe pasionit të tij. Unë mendoj se, po në qovë se Samet Sara do të kishte majtur ritmin e krijimeve të viteve të para, sigurisht produkti i tij artistik do të ishte shumë më i nevojshëm, shumë më i bëshëm, edhe shumë më me kredibilitet. Ndonjëherë fatet rrethonat vijnë të tilla. Gjithsesi, unë duhet të veçoj, zonat tona nuk kanë vetëm patetizmin, që në një farë mënyrë cilësohet ose eksperimentohet ose tregohet në rapsoditë tona, në cilat sigurisht janë shumë faktorë që ndikojnë, prej Mike Krahut e tjera, por unë mendoj se lirizmi treguesi është jo vetëm këngështëpin e Romit, që për mua është një nga perlat e lirizmit të rrethonave të cilët populli ka ardhur. Por edhe disa këngë të tjera lirike, ai ka lënë nga rapsodia në një këngë me grup, nga grupi burrave në një këngë me 3 zëra, domethënë ku harmonizimi i tij ishte vend. Domethënë, këtu ne duhet të stimulojmë elementin e talentuar në mënyrë që të mos ndalet vetëm tek një ashtu quajtur tradit, që të mos, domethënë, të eksperimentojmë vetëm atë që ne ka ardhur, por të shohim edhe hapësira e kursit e reja. Unë do të kisha këshilluar, meqense mosha ime më lejon këshillat, që mësuesit e muzikës të mirditës duhet të njihen me librin që është, me librin e Samet Sarës. Duhet të njihen me të, jo thjesht për të respektuar se vetë si individ, por duhet të njihen për të bërë pjesë e kurrikuleve, edhe pse programi i Ministrisë nuk mos përmbaj kështu, sepse ka specifika tjera, por duhet bëhet pjesë e kurrikulit, se në fundit trashëginia është ajo baza në të cilët duhet të njihemi dhe ta respektojmë, por ta respektojmë duke asimiluar. Më pëlqen jashtëzakonisht pjesëmarrja juaj që tregon një solidaritet jo vetëm njërzor, por artistik, për cilë ne kemi nevojë më shumë se këto herë. U kujtoft gjithmonë me nderimin përmjet këngës, me Samet dhe respekt për ju të gjithë. Dy llafë do t'i thonë për Samet Sarë. Po përpara se me thënë atë do t'ju them se aty dhe si krijoheshin këngët në Mirdit në kohën tonë, se në kohën e Samet Sarës. Natyrisht tekstit i bate Gjok Beci me Viktor Shikolmin, pavarësisht se Viktoria nuk duket fare aty ku jo të gjitha tekstit i bate Gjoka. Atë po Gjoka kishte fituar sepse meritote. Gjoka ka bërë Republikën, jashtëzakonisht. Për shembull, një prej atyre po kaloj nga tema në temë, një prej atyre kur e dënuan Gjokën, një prej atyre në Rëshen tha Gjoka fluturon, se tha sekretari i dytë tha si të bëjmë me Gjokën, ta marrin prapa mos ta marrin. Dhe ai që prezenta aty që ishte më i madh, tha Gjoka shumë i mirë po fluturon. Dhe që zëdeja i tha tekstualisht. Tha, sikur ti isha unë fluturosh atje ku fluturoj Gjoka, tha. E ti shkrusha unë ato vargjen, e ku ka si t'je më shqipë nga ime, me kësë pra, Gjoka ishte një njeri bravo, shumë i bravo, dhe dashazakonisht punëtor. Aq punëtor ishte Gjoka, sa që kur kam bërë një mjesë, kam qetë, kur kam po Gjamadanë, se ta në e kam qetë aty, kishte mushi taullë Duhani, që ishte 4 orë, ishte kaq ajo taulla, piramide kishte bërë me pishta cigarish, dhe hyna unë mjesë ka ora 8, ka jo zyra teritori, edhe kur shoh që do t'i më shoh, do të tham mirë. Për shkak
thot kam bo një barë për mes fushës këtë gram me gjoja, thot edhe ta bajon, thashun, bashkë një fletët kur hap shqipoj, do dalë. Edhe erdhe më përqafoj, edhe tjeti, për shemë, po marrë vetë jo për liris, po për guri rënë të rjetë veta. Ashtë një muzikë e Servencarës, edhe unë e kam bëhet muzikë, edhe Mark Gjoka dhe Dorjanini dhe Fran Wolfi dhe Kolpicaku dhe Zeftusha dhe do të prejnë kush bate muzikë, të gjithë e kanë bëhet muzikë. Edhe një që zoshin ma jetofonin me shirit dhe i parashit që matë. U parashitën gjitha dhe fitoj kana e Servencarës. Ndoshta ajo është arru, po një kanë shumë bukur. Shoqata advetare për identitet dhe bashkim kombëtar me vendim të kryesisë nderohet me mirënjohje Servencarë. Shoqata advetare për identitet dhe bashkim kombëtar. Shqiptar, mos rrim po dukur shqiptar. Mirënjohje kompozitorit të talentuar Zotit Servencara pas vdekjes. Për ngritjen në nivelin më të lartë të treva të muzikës popullore dhe për kontributin që ka dhënë në krijimin e disa këngëve që i këndojnë jetës, i këndojnë dashurisë, i këndojnë luftës popullit tonë. Kryetari i shoqatës Femi Luca. Duke ju shprehur gjithë solidaritetin tonë, vajzave, vllajt edhe të gjithë të afërm të Servetit, dhe të jetë kjo akademi një mesazh nderimi, por që është më rëndësishmja të jetë mesazh vlerësimi për kontributin, për punën, për gjithçka dha Serveti dhe fillimi i jetës së Servetit në këngë dhe në zemrat e të gjithë atyre që e kanë dashur, që e duan dhe që nuk do të harrojnë. I përjetshëm qoftë kujtimi i Servetit.
flakë